Pas suksesit në kampionatin dimror individual në Elbasan, atletët e Vllaznisë bën një prezantim të mirë edhe në garat ndërkombëtare, ku më inspikatori ndërtoi ishte Franco Burraj, i cili rrëmbeu 2 medalje, të artën në Bullgari dhe të bronzën në Beograd. Trajneri i tij personal Bruno Rotani, i cili shoqëroi aktivitetin në garat përkatëse, shprehet i kënaqur për paraqitjet e Burrajt. Shumë i kënaqur me paraqitjen e atletëve tanë. Në veçanti me Franco Burraj, i cili bani paraqitje të mirë në kampionatin individual në Elbasan, po ashtu me një miting që u zhvillu në Bullgari, ai doli i pari me një rezultat shumë të mirë. Gjithashtu dhe së fundmi kampionati ballkanik që u zhvillu në Beograd, mori medaljen e bronzë, vendi i tretë. Them drejtën, jam shumë i kënaqur me rezultatet e Frankos, sepse nuk ka kaluar një periudhë shumë të mirë. Se shpejti dyshja Burraj Rotani do t'jenë pjesëmarrës në kampionatin botror të atletikës që zhvillohet në Poloni, ku synohet përmirësimi i rekordit kombëtar. Gjithashtu do të vazhdojmë përgatitjet për kampionatin botror që do të zhvillohet në Poloni. Patjetër që forma do të rritet dhe shpresojmë që dhe në kampionatin botror të thyejmë dhe rekordin kombëtar, i cili mahet po nga Franco Burraj. Do të zhvillohet në Torun të Polonisë me datë 21 mars. Në vijim, profesor Rotani flet edhe për paraqitjen e atletëve të tjerë shkodran në Ballkanjadën e Beogradit për sallat e mbyllura. Them drejtën, ekipi shkodranu përfaqësuar me 5 sportistë, me paraqitje të mirë të banën Kulin Dukirin të Rahapsh, Muhamet Çangeli në Zxhatit, Dërën Idrizaj në 60 me pengesa dhe Leandro Çardaku në 60 drejt. Të kënaqur jena me paraqitjen e tyre. Do të kemi edhe aktivitete tjera që shpresojmë të bëjnë një paraqitje edhe më të mirë.